në trupin e njeriut, tek çdo njeri është një cop mishi. Idha salahat salaha al-jasadu kullu. Nëse ajo është e mirë, krejt trupi është mirë. Wa idha fasadat fasada al-jasadu kullu. Nëse ajo nuk është mirë, nëse ajo është e smur, nëse ajo është e prishur, prishet krejt trupi. Cila është ajo? Ala wahiya al-qalb. Kjo cop mishi, kjo pjesë e trupit të njeriut është zemra. Zemra e mirë është ajo e cila nxjerr vepra të mira, ibadete të mëdha. Zemra e keqe është ajo e cila nxjerr punë të këqija dhe mëkate të mëdha. Zemra është ajo që besimtari duhet t'i kushton rëndësi, që ta pastron atë, të mundohet të jetë zemër e nështruar dhe e pastër, që të del në ditën e gjykimit me atë zemër me të cilën Allahu Azza wa Jall e përmendi në Kur'an dhe tha: "Yawma la yanfa'u malun wala banun", atë ditë që nuk do të ban dobi pasuria edhe fëmijët, illa man ata Allah bi qalbin salim, përveç atij i cili vjen te Allahu me zemër të shëndosh, zemra e shëndosh dhe trupi i shëndosh dhe punët e shëndosha dhe ibadetet e pranuara.